Mirë se erdhët në BrainNet, ose më mirë në epokën e re të njerëzimit. Çfarë është? Tani po ja u tregoj. Ndiqeni me kujdes për të mirën tuaj, sepse të jeni të informuar është një avantazh, sepse nesër do të dimë se si do sillemi. Dhe ne duhet që të gjendemi brenda. Ju kam thënë shpeshherë, njerëzimi po ndahet në dy kategori, në specie dhe në nën specie. Dhe ata që janë të informuar janë specia e zhvillimit. Çdo të thotë kjo, po ja u tregoj. Shiko, një nga deklaratat më të mëdha që është bërë kohët e fundit e një, ose më mirë, e shkencëtarit më të madh në botë që është ende gjallë, të profesor Michio Kakut, është ajo që ka lënë pa fjalë shumë njerëz, sepse disa ndoshta nuk e kanë kuptuar. Çfarë është BrainNet dhe pse flitet për një epokë të re të njerëzimit? Do t'ja u them. Dhe këtu lidhet edhe me atë që ju thash më përpara, me informacionin që është baza e njerëzimit. Nëse ju jeni pjesë e informacionit, ju do të dini se si do silleni. Në qoftë se ju nuk jeni pjesë e informacionit, dal nga dal degradohet mendja, degradohet trupi. Dhe çfarë do të thotë kjo? Këtu ndahet specia, këtu shkëputet specia nga njëra tjetra. Dhe me kalimin e kohës, ajo specie degraduar nga vetë natyra do të degradohet derisa të zhduket totalisht. Dhe është ajo që po ndodh eksaktësisht në këtë moment, sapo ka filluar. Dhe çfarë është BrainNeti, do t'ja u tregoj pas pak. Tani, përpara se të mbri këtu, dua të them, mani mend për shembull që na shtojnë që në kohët antike njerëzit jetonin nëpër guva. Dhe në qoftë se këta nuk ishin të lidhur mes njëri tjetrit, nuk kishin informacionin. Pa patur informacion, si do mësonin nga njëri tjetri? Sepse mësohet nga njëri tjetri duke qenë në kontakt, duke u informuar, duke qenë vazhdimisht në kontakt. Pra, njëri ka një ide dhe tjetri e shikon dhe thotë ua sa ide e bukur. Dhe kështu ka qenë vazhdimisht. Deri në vitet e mesjetës, njeriu jetonte vërtet keq. Pastaj lindën ligjet. Nuk është se nuk ishin ligje më përpara, por ligjet siç i njohim sot. Në mesjet filluan ligjet. Dhe aty pastaj nga vitet 800-900 filloi zhvillimi i njeriut që njohim sot. Me një zhvillim kolosal, sepse më përpara nuk ekzistonin makinerit, nuk ekzistonte kompjuteri që lini më vonë, etj, trenat, avionat. Pra zhvillimi që bëri njeriu pas viteve 800 ishte kolosal. Dhe ne sot gëzojmë, ose më mirë jetojmë shumë herë më mirë se dje, pra se në epokën e mesjetës. Pikërisht pra nga informacioni. Sepse informacioni është baza. Pra ne, nëse nuk kemi informacionin, ne nuk mundemi. Është njësoj për shembull, shikoj një njeri nëse do të jetojë, më ndiqni me kujdes, nëse një njeri do shkojë të jetojë në pyll, çfarë do t'i ndodh? Me një fjalë, ai lind në një familje dhe jeton gjithmonë në pyll. Çfarë do ndodh me të? Ma thoni ju përgjigjen. Pra ai do të jetojë si Tarzani, sepse nuk ka, me kë do informohet, do jetoj vetëm. Dhe nuk ka informacion, nuk di asgjë. Përveç kësaj, duhet të dini që sa më shumë informohet qeliza, aq më tepër jeton. Sepse informacioni është bazë, ato që kemi në kodin gjenetik. Pra, informacionet që hynë në sistemin ton nervor, shpërndahen nëpërmjet neuroneve dhe me kalimin e kohës ne jetojmë më gjatë, sepse qelizat jetojnë më gjatë, neuronet jetojnë më gjatë. Pra, sa më të gjata janë neuronet, sa më shumë informuar është njeriu, aq më tepër jeton. Shiko, ky është një fakt. Po dikush më kishte shkruar, një doktor më kishte shkruar një koment para ca kohësh dhe thoshte që nuk mund ndryshoj kodi gjenetik. Dakord. Atëherë më shpjegoj si ata që lindën në pyll dhe jetuan në pyll, Tarzanët ose edhe vajza kanë qenë, që vdiqen para kohe. Pse? Pse duhet të vdesin para kohe? Dhe megjithatë nuk kanë jetuar gjatë. Jetuan 8, 10 apo ndoshta 15 vite në pyll. E megjithatë nuk jetuan gjatë. Pse? Pikërisht pra sepse u ndërpre kontakti me njerëzit dhe është e thjeshtë. Nëse nuk ka informacione, vdes para kohe. Pra informacioni është baza. Dhe çfarë po ndodh tani me njerëzimin? Profesor Michio Kaku ka bërë një deklarat vërtet shumë të fortë që ka folur gjithë mediat kohët e fundit, nëse keni parë, sepse ai ka lënë një deklarat që ku thotë që e ardhmja e njeriut tani nuk është më si më përpara. Pra si në këtë periudhë që po jetojmë tani, që është vetëm duke shtypur butonat dhe ai kodi 0101 që mbrin nga ana tjetër me anë të kompjuterit,
të programeve, të kompjuter të javës e tjere, që është Java. Dhe tani do të ndryshoj sepse do të jenë direkt emocione, pra do të shpërndajen emocione, dhe do të arri emocionin dhe do të marrësh emocione. Çdo të thotë kjo, me anë të internetit tani do dërgosh aroma, do dërgosh emocionin, do marrësh aromë, do marrësh emocion. Nuk e di, keni bërë dhe në disa video ku kanë shpikur mënyrën se si ti një parfum ta dërgosh nga një kompjuter në tjetrin. Nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe u bë testi para një viti. Merreni me mend tani, pas pak do të shpërndajen dhe do të komunikojnë ose do të përcillen edhe emocionet. Pra ti çdo lloj emocioni do ta përcjellësh tek tjetri. E dini se çfarë është kjo apo jo? Pra ti kur deri dje që flisnin për këto mistere, për MK Ultra dhe e tjerë, për këto testet që bënte shkenca duke modifikuar mendjen e njeriut, sot janë realitet, sepse dje përdoreshin nga shërbimet sekrete, kurse sot përdoren direkt në sistemin e gjerë njerëzor. Çfarë do të thotë kjo? Mund të ndryshosh mendimin e dikujt, mund të ndryshosh emocionin e dikujt. Pra ti mund ta bësh të egërsuar, mund ta bësh të qeshur, mund ta bësh si të duash. Sepse nga baza mund të lëvizin si të duan. Por ajo është një shkencë tjetër, por ne po flasim për emocionet që do përcjellin secili. Pra emocionet nuk do jenë me ato emogjit që ju shihni. Dërgoni emoji, por do të jetë emocion, ti do ta ndjesh atë. Do ndjesh një puthje, do ndjesh. Çfarë janë këto perceptimet e njeriut? Çfarë janë? Janë thjesht impulse. Pra e njëjta gjë, këto impulse do shpërndahen tani kohët e fundit me anë të internetit, të kompjuterit antik, të kuantik, të kompjuterve të sofistikuar dhe të një energjie, pra një fushë magnetike që është e pa eksploruar për momentin, por që është diçka madhështore. Dhe është për tu friksuar, sepse nuk është e thjeshtë, është gjë jashtëzakonisht e madhe dhe kjo e gjitha do kontrollohet me anë të inteligjencës artificiale. Duhet të dini që inteligjenca artificiale quhet inteligjencë artificiale sepse është shumë herë më e zhvilluar se truri i njeriu, sepse i ka informacione të gjitha aty dhe zgjedh në të qindra sekondët informacionin më të mirë. Pra zgjedh se çfarë duhet bëhet. Dhe Miçokaku ka të drejtë për këtë, sepse ne sapo jemi futur në epokën e digitalizimit të inteligjencës artificiale perfekte, pra atë maksimalen. Së shpejti do të futet 6G, 7G deri në 10G. Bile mendohet që duhet të arrijë deri në 20G. Nuk e dim, kuptoni apo jo, sepse shumë shpejt ky sistem, pra sistemi i komunikimit me sensacione, do të jetë shumë më i shpejt dhe më i menjëhershëm. Dhe ajo ka nevojë, pra ajo mënyrë ka nevojë që të arrijë menjëherë. Për shembull, një puthje, bie fjala, do të arrijë. Ti do ta ndjesh puthjen sepse e dërgon me anë të impulseve. Duket e tmerrshme, ose ndoshta për dikë duket si fantazi, por kjo po është vërtetuar, pra shkencërisht është bërë, dhe tani do bëhet për masën e gjerë, pra do vihet në akt për masën e gjerë. Shiko, është njësoj sikur dikur për shembull ku lindën filmat pa zë, ishin filmat pa zë që ishin me Charlie Chaplin e tjerë. Sapo u filluan që të bëheshin filmat me zë, i lanë filmat e Charlie Chaplin. Nuk u pëlqenin më njerëzve, por ju pëlqenin që dëgjonin, emocionoheshin. Pra ato emocione do të jenë krejt ndryshe tani. Sepse tani do të jenë direkte, pra emocioni do të vijë tek ty. Është njësoj si puna e aktorit. Për shembull, aktori, ti e shikon aktorin, por ti emocionohesh nga ajo çka bën aktori. Kurse tani do të jemi të gjithë aktor. Që të gjithë do të jenë aktor, sepse emocioni është i drejt për drejt. Më kuptuat apo jo? Nuk e di më kuptuat. Pra, për shembull, çdo emocion, aromat, parfumet, ndjenjat, çdo gjë do të shpërndahet nëpërmjet rrjetit. Pra, mirë se erdhët në botën kuantike, ose më mirë në BrainNet, që është zhvillimi më i madh që mund të bëjë njeriu në fushën e komunikimit. Dhe siç ju kam thënë dhe më përpara, këtu jeni në anijen e dur dhe padyshim informacioni është pika bazë
për të qenë në anijen e duhur e species dhe jo e nën species. Shpresoj të kem qenë i sakt në këtë, sepse dikur në librin tim, Viaggiando nel passato, edhe në librin La mia vita, që fatkeqësisht i bëra vetëm në italisht, sepse kisha vendosur që t'i bëja në fillim italisht dhe pastaj në shqip. Por fatkeqësisht nuk i bëra në shqip, s'kisha kohë, por po ja u them kështu me zë. Në libra them: udhëtimi im sapo ka filluar. Kush beson ashtu siç besoj unë në ëndrat e mia, me fjalë, kush beson në ëndra ashtu siç besoj dhe unë, do të te i kaloj duke u futur në një tjetër dimension, dimensioni i dijes dhe informacionit. Mirë se erdhët në këtë anije, unë jam kapiteni juaj, kështu e kam thënë aty. Dhe unë jam i bindur për këtë që sot kanë kaluar vite, që në vitin 2008, dhe unë jam shumë i bindur që ne po ecim pikërisht pra drejt asaj rruge, pra të rrugës së informacionit të species, ne që jemi këtu po flas. Pastaj ata që nuk na ndjekin ose që ja na shkalojnë këto informacione, pak rëndësi ka. Por ne është e rëndësishme që të gjendemi këtu. Ja u them sepse ju dua të mirën. Më dëgjoni me vëmendje, sepse shumë njerëz nuk i kuptojnë. Janë pak larg, jo sepse unë jam kush e di se çfarë, por isha brenda disa informacioneve që nuk mund t'i them tani dhe me kalimin e kohës ndoshta do t'i themi. Dhe do t'jeni të parë që do t'a dini. Megjithatë, ju përqafoj dhe të mbani mend, mirë se erdhët në BrainNet, pra në zhvillimin ose epokën e re e njerëzimit, të komunikimit maksimal dhe direkt të perceptimit njerëzor. Ditë mbarë.